إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول جل وعلا في محكم التنزيل ممتنا على نبيه وعلى أمة الإسلامية أجمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona. Cilin do që I madhi Zot Allahu e udhëzon, nuk ka kush ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut, ai është një I vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, rob I Zotit, pra adhurues I Allahut dhe I dërguar I Tij. Ai ishte vula e profecisë në tokë, pra mbas Tij më nuk do të ketë profeci. Misioni I Tij përmbledhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të sollëm ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë krijesat, për të gjithë botrat pa përjashtim. I madhi Zot, Allahu në Kur'an na drejtohet kur thot: "O ju që keni besuar", pra neve po na drejtohet, "drujeni Zotit siç I takon dhe siç e meriton, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet." Gjithashtu I madhi Zot nëpërmjet Kur'anit apelon mbar njerëzimin kur thot: "O ju njerëz, drujeni Zotit I cili ju ka krijuar nga një njeri I vetëm, e prej Tij krijoi bashkëshorten e Tij, e prej tyre bashk krijoi mbar njerëzimin, meshkuj dhe femra. E drujeni pra Zotit tuaj, se atë e përmendni gjithmonë kur betoheni, dhe kini kujdes raportet në gjak dhe farefisnin, e gjithmonë kujtojeni faktin se Zoti është mbi ju, mbi këqyrës." Gjithashtu I madhi Zot na drejtohet neve, besimtarve, kur thot: "O ju që keni besuar, drujeni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, se kështu Zoti u afal gjunahet e u jep mundësinë të bëni vepra të mira. Cili do që I bindet Allahut dhe dërguarit të Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë në këtë botë dhe lumturinë në botën tjetër." E në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e shijshme dhe më e ëmbël është fjala e Zotit ton që quhet Kur'ani.
Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se gjërat më të këqija klasifikohen sajesat në fenë e Zotit, e sajesat në fenë e Zotit në gjuhën islame quhen bidate. Bidatet janë humbje dhe humbjet e çojnë njeriu drejt humnerës së xhenemit. Zotit i lutem për vete dhe Zotit i lutem për ju që të na ruaj Zoti nga zjarri i xhenemit. Amin. Vëllezër dhe motra, ne jemi në atë rrugtimin ton mbi meditimet në surën El-Maide. Një sure kuranore që ka zbrit andej nga fundi i jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye trajtonin dietarët që merren me ligjin islam si një sure abroguese e sureve apo jetëve të mëhershme ku Zoti flet për rregulla dhe ligje. Pra, ka mbetur në fuqi kjo sure në krahasim me suret dhe ajetet që kanë zbritur përpara saj. Suratu El-Maide ka brenda saj orientime dhe momente interesante dhe ne do të ndalemi sot tek një nga këto stacione të kësaj sure, fjala e Zotit El-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e plotsova fen tuaj. I përsosa mirësitë e mia ndaj jush dhe jam i kënaqur që si Zot të adhurohem me Islamin si fe. Ky ajet konsiderohet nga ajetet më të rëndësishme të zbritura mbi profetin alayhi salatu wassalam. Dhe është ajeti i fundit i ligjeve në Islam. Domethënë, mbas këtij ajeti nuk ka zbrit më asnjë rregull dhe ligj. Se Zoti tha e plotsova, i përsosa. Jam i kënaqur me kaq sa ju kam dhënë ligje dhe rregulla dhe normativa të adhurohem si Zot. Për këtë arsye numërojnë një pjesë e mirë e skolarizëve islamik e konsiderojnë si ajetin e fundit Kur'anit, pra me kuptimin e rregullave dhe ligjeve. Mbas kësaj nuk ka zbrit më ndonjë rregull apo ligj islam. Ky ajet madhështor faktikisht ka brenda momente të bukura, të mrekullueshme. Ky ajet ka zbrit në një ditë të madhe, ditën më të rëndësishme që kanë muslimanët mbas ditës së Kurban Bayramit. Se Kurban Bayrami është dita më madhështore në fenë tonë. Ndër ditët më të rëndësishme që kemi në fenë tonë është dita e Arafatit. Pikërisht në ditën e Arafatit, në haxhin e lamtumirës, që do të thotë mbas disa muajsh ka ndruar jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka zbrit ky ajet. E plotsova fen tuaj, tha tuaj, fen tuaj. Kjo është feja jon. Këto rregulla, këto ligje, këto sprova, këto doktrina që ka mërë nga besimi, normativa, të gjitha janë për ne. Janë të dhëna nga Zoti për ne. Pra metodika e adhurimit të Zotit. Si duhet besojmë, si duhet adhurojmë, si duhet sillemi, si duhet të ngrejmë raportet dhe marrëdhëniet me njëri tjetrin, si duhet bëjmë tregtinë, si duhet bëjmë martesën, si gjithçka. Ka zbrit ditën e Arafatit dhe thot transmetuesi, kur i ka zbrit ky ajet pejgamberit alayhi salatu wasalam, ishte i hipur mbi deve, deveja u zhyt në tokë. Nuk e bajti dot momentin e shpalljes së këtij ajeti. Dhe rrallë herë ndodhshin momentet e tilla në shpalljen mbi profetin alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye transmetohet në hadithin e saktë se një prej hebrejve i thot Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu. I thot Omer, ju thot në Kur'an keni një ajet që po ta kishim ne në librat ton, do të ishte ajeti më i rëndësishëm. Edhe atë ditë do ta bëjshim ditë feste dhe gëzimi, do ta bëjshim bajram atë ditë.
Omer ibn Khattabi i përgjigjet duke thënë: Pasha Zotin, unë e di se cili është ai ajet, dhe e di ditën kur ka zbrit ai ajet. Është ajeti i surës El-Maide: Sot e plotsova fen tuaj, i përsosa mirësit dhe begatit e mia ndaj jush, dhe jam i kënaqur që si Zot të adhurohem me Islamin si fe. Ka zbritur tha ditën e Arafatit dhe ka qenë ditë xumaje. Me këtë ajet, pse është i rëndësishëm ky ajet? Ky ajet tregon se Zoti i Madh e ka plotësuar gjithçka. Në fen ton, në besimin ton, në Islamin ton, nuk ka vend për të rregulluar dikush diçka, për të përmirësuar dikush diçka, për të shtuar dikush diçka, për të heq dikush diçka. Zoti thotë: plotësova unë. I përsosa mirësitë e mia ndaj jush. Përmbajuni kësaj feje dhe këtij besimi se do të fitoni kënaqësinë time. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Taraktukum alal mahajjatil bayda, lejluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Ju kam lënë në fen e pastër të qartë, si drita e diellit. Dallohet e mira dhe e keqja, e vërteta dhe e kota, siç dallohet dita me natën. Nuk humbet dhe rrëshqet vetëm se kush dëshiron. Për këtë arsye në hadithin tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: Ma taraktu khayran yuqarribukum ila Allah wa ila al-janna illa amartukum bihi. Nuk kam lënë gjë të mirë që ju afron te Allahu dhe ju fut në xhenet, vetëm se ju kam urdhëruar dhe këshilluar. Dhe s'kam lënë gjë tjetër që ju largon prej Zotit, ose ju çon në zjarr të xhenemit, që mos ju kem tërhequr vërejtjen dhe mos ju kem këshilluar. Çfarë ka interesant ajeti? Shiko se si i madhi Zot, Allahu xhel xhelal na përkëdhel, duke thënë: Sot e plotsova fen tuaj. Pra amanet e keni ju, o besimtar musliman, këtë fe dhe këtë besim. E keni amanet nga Zoti. Fjala din, ne e përkthejmë fe, besim. E keni parasysh ditën e Kiametit si e ka emrin? Në El Fatiha si themi: Maliki Yawmiddin, mbreti i ditës së gjykimit. Din është një njëjti term si për fen dhe besimin dhe për ditën e Kiametit, ditën e gjykimit. Do më thonë, ky amanet që na është fal, edhe jemi bekuar me të, ka një ditë llogarie për të faktikisht. Se nuk mund të jesh kaq i bekuar dhe kaq i lumturuar dhe kaq me fat dhe mos të kesh një moment për cilin do të pyetesh. Mos të kesh një moment për cilin do të japësh llogari. Ky udhëzim dhe ky besim është nga Zoti. Po edhe në zemrat tona ka hyrë nga Zoti. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Të lavdrohen ty, o Muhammed, duke thënë: ne jemi bërë musliman. Thua ju: mos më tregoni mua ju se jeni bërë musliman, as mos mu lavdroni. Është Allahu ai i cili e futi imanin në zemrat tuaja. A nuk themi ne në çdo xhuma që Zoti udhëzon, nuk ka kush ta humbi, dhe cili do që humbet, s'ka kush ta udhëzojë përveç Zotit? Men yudlilillahu fala hadiya lahu wa man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Kë Zoti, Allahu xhalla xhelaluhu, e udhëzon, s'ka kush e humb. E cili do që humb, nuk mund të gjesh për të udhëzues. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu i di zemrat e njerëzve, i di qëllimet e tyre, i di dëshirat e tyre. Dhe nuk ndodh kurrën e kurrës, nuk ndodh që dikush të dojë të gjejë të vërtetën,
ose të udhëzohet tek e drejta dhe e vërteta, e mos t'i vi sinjali dhe lajmi dhe mos t'i vi shenja nga Allahu xhalla xhelaluhu. Kur ka thënë Zoti në Kur'an, "Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Të gjithë që dëshiruan të vërtetën, e kërkuan të vërtetën, Zoti i udhëzoi dhe i bëri të devotshëm madje. Nëse njeriu kërkon, nëse njeriu dëshiron, nëse njeriu është i paqartë, Allahu xhallal xhelalu jep sinjale pafund që ai të kuptojë se e vërteta është Islami, se e vërteta është Kurani, se e vërteta është Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe se ajo që ka thënë Zoti në Kur'an është hak, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Feja e Zotit e pranuar quhet Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Cili do që ndjek fe dhe besim tjetër përveç Islamit, Zoti s'ka për t'ia pranuar, dhe në botën tjetër në ahiret ai do të jetë për të humburve. Wa atmamtu alaykum ni'mati, i përsosa unë, thot Zoti, mirësit e mia ndaj jush. Pra një fe që s'futet dot në të dora e njeriut. Në momentin më të parë që futet në të dora e njeriut, me njëherë kuptohet dhe me njëherë do të ketë reagime. Pse? Kur gjërat janë ashtu si që ka bërë Zoti, si që ka kriju Zoti, si që ka sjellë Zoti, kanë efekt përhershëm. Dhe në momentin që futet njeriu dhe bën ndërhyrjet e veta njeriu, atëherë fillojnë mutacionet, dhe në momentin që fillojnë mutacionet nuk rezistojnë. Kështu që e bëjnë të pafuqishme dhe i humbin fejes, i humbin atë që ne themi sfidën ndaj vendeve dhe kohëve dhe rregullatorin. Për këtë arsye ne kemi thënë gjithmonë, Islami nuk është një fe që përshtatet thjesht, por është një fe që ka ardhur për të rregulluar, për të përsosur, dhe jo thjesht për të përshtat, që mund ta jetojë të çdo njeri. Jo, atë mund ta jetojë çdo njeri, po kjo si fe ka ardhur me një synim që të përmirësojë njeriu në çdo kohë, njeriu në çdo vendi, shoqërinë në çdo kohë dhe shoqërinë e çdo vendi, sepse ka ardhur nga Zoti. Nuk është produkti Muhamedit alayhi salatu wassalam. As nuk është produkti shokëve të Muhamedit radiallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Është prej Zotit gjithçka. Për këtë arsye, në fen ton kemi një qëndrim tepër të ashpër ndaj sajesave në fe dhe në besim. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, cili do që sajon në fen ton diçka që se kemi bërë ne, apo se kemi thënë ne, Zoti nuk ka për t'ia pranuar kurrë, Zoti do t'ia refuzojë. Normalisht, ne kur futemi në Islam, çfarë themi? La ilaha illallah, pastaj Muhammedun Rasulullah. S'ka Zot që meriton të adurohet e të njihet si Zot përveç Allahut, një dhe i vetëm, pa ortak dhe rival. Dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra, ky është ai burri që na mëson se si ta adhurojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye në hadithin e njohur, pejgamberi alayhis salam tha: "Kullukum yadkhulul jannata illa man aba." Gjithë secili prej pasuesve të mi, prej ndjekësve të mi, do të futet në xhenet pa dyshim, përveç sa atyre që nuk duan. Thanë: "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Thanë pejgamberi i Zotit: "Po kush është ai budall që nuk do xhenetin?" Tha: "Ai që më ndjek mua dhe më pason, do më thënë se e ka të sigur xhenetin. E ai që më kundërshton, do të thosë se po kundërshton xhenetin." Për këtë arsye themi: "Kullu tariqin ila Allah masdud illa tariqan salakahu Muhammedun sallallahu alaihi wasallam." Çdo rrugë që çon ke Zoti është e bllokuar, ka pengesë, përveç rrugës që ka shkelur mbi të Muhamedi sallallahu
alaihi wasallam. Për këtë arsye Zoti na thon Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Shembulli juaj, etaloni juaj është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për cilin do që e beson Zotin dhe beson se një ditë do të ringjallet dhe do të japi llogari përpara të Madhit Zot, përpara Allahut xhella xhelaluhu. Për këtë arsye kam gjetur disa transmetime shumë interesante nga shokët e pejgamberit alayhis salam dhe nga disa imam të mëdhenj rreth kësaj tematike. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thënë: In abghad al-umuri inda Allahi al-bid'a. Gjëja më e urryer tek Zoti janë sajesat, bidatet. Ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu: Kullu bid'atin dalale wa in ra'aha an-nasu hasana. Abdullah ibn Umar thoshte: çdo sajesë në fe dhe në besim është humbje, edhe nëse njerëzit gjithë thonë është e mirë. Ne kemi ne këtë problem, për shembull, kur thu për diçka që është bidat, po jo gjithë e bëjnë, po çat keq e ka. Okej, vazhdo, Allahu ta lehtësoft. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu thoshte: Qasdun fi sunna khayrun min al-ijtihad fi al-bid'a. Më mirë përmbaju sunetit pak se sa të lodhesh duke bërë adhurime sajes. Dhe thoshte Hudhaifatu ibn al-Yaman, Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, thoshte: çdo adhurim, pa lexoj shqip direkt, çdo adhurim që nuk e kanë bërë shokët e profetit alayhi salatu wassalam, çdo adhurim që nuk e kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e bëj, se nuk i ka lënë në vend brezi par askujt që t'ja kaloj atyre. Brezi par sahabët. Pra interesohu këtë gjë që ti e bën, se çfarë ndodh në shumë debate, flas debate konstruktive dhe debate pozitive brenda, le të themi, mendimeve ndryshe në Islam. Bën një debat ti me dikë dhe ai thotë: "O vlla, po çfarë të keq e ka, se Zoti thotë në Kur'an për shembull përmendën e Allahun." Për shembull, çfarë të keq e ka se Zoti thotë kështu, edhe të vjen me një argument të përgjithshëm. Kush e ndan këtë muhabet o vëllezër? Shokët e profetit alayhis salatu sallam. Vallë, shokët e profetit alayhis salatu sallam e kanë bërë ose e kanë kuptuar këtë ajet siç po ma thu ti mua sot mas 15 shekujsh? Ka që është e thjesht. Ma gjej që njëri për shokëve të profetit alayhis salam ta ketë bërë këtë gjën, nuk du të futem në detaje dhe unë dorëzohem direkt, ama ma vërteto. Jo me legjenda, me histori, me pralla. Ma vërteto me zinxhir transmetimi që shokët e pejgamberit alayhis salam e kanë bërë këtë gjë. Mbaroi historia. Pra ne e kemi gjykatësin. Gjykatësi është shokët e pejgamberit alayhis salam, sepse nuk mund të ketë njeri mbi sipërfaqen e tokës që ta ketë kuptuar fen dhe besimin më mirë se sa nxënësit e kujt. Nxënësit e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mbaroi historia. Imam Ebu Hanifja rahimahullah ka thënë: Alejke bil athari wa tariqati salaf fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Përmbaju rrugës që na kanë lënë të parët tanë, Ebu Hanifja. Përmbaju rrugës që na kanë lënë të parët tanë. Mundohu të gjesh gjurmë për atë që vepron, sepse çdo sajes është bidat. Bidat do thotë gjë e rrezikshme. Imam al-Auza'i rahimahullah normalisht ka fjalë shumë rreth kësaj tematike, po shumë ndoshta i keni dëgjuar dhe unë mundova gjej diçka që keni dëgjuar. Imam al-Auza'i rahimahullah, një nga imamët më të mëdhenj të hershëm, që konsiderohet në gradën e Shafiut e Buhanit, në gradën e të mëdhenjve, thoshte: Neduru ma sunneti haythu dar. Rrotullohemi me sunetin si të rrotullohet. Pra sillemi mbas sunetit. Na u vërtetu diçka se është e vepruar, e veprojmë, nuk na u vërtetua, tërhiqemi. Vëllezër, jo të gjitha bidatet janë problematike me kuptimin që e nxjerrin njeriu nga feja etj. Ka bidate dhe bidate.
Ka bidate, sajesa në fe, që e nxjerrin njeriu nga feja automatikisht. Çdo sajes që i bëhet shok Zotit, ose adhurohet dikush tjetër përveç Allahut, ose lutet të vdekurit, ose fërkohen njerëzit në përvarre në vende të shenjta, gjoja. Apo kërkojnë mbarësi për të vdekurve, ku dëgjojnë etj etj. Kjo është sajes, ama është sajes e rrezikshme që e nxjerr njeriu nga feja dhe besimi. Dhe ka sajesa të tjera, bidate, le të themi kështu, të cilat nuk e nxjerrin njeriu nga feja dhe besimi, por se mbeten pjesë e debatit të vazhdueshëm që duhet njeriu që i kundërshton, ti kundërshtoj në bazë të argumentit. Mesele tjetër, pikë tjetër, a vallë çdo njeri që e bën një bidat, duhet i themi atij bidatçi, apo mund të jetë personi dhe i arsyetuar. Ka disa çështje për të cilat përfliten, ku dikush thotë është bidat, dikush thotë nuk është bidat. Pra është çështje opinioni, çështje mendimi, çështje bindje, çështje pasimi. Kështu që njeriu në këto mesele, në këto çështje, nuk duhet të ngutet. Sepse duhet të shohë njeriu që e thot këtë fjalë në bazë të çfarë e thot. Dhe duhet me qenë të kujdesshëm shumë. Duhet me qenë të kujdesshëm. Sepse nëse e trajtojmë një temë se është bidat apo jo, kjo nuk do të thotë që ta gjuajmë apo ta etiketojmë bërsin e asaj si bidatçi. Pse? Mund të jetë arsyetuar, ai ka studiu për këtë temë dhe ka arrit në përfundimin që kjo gjë është tamam. Përderisa është çështje ijtihadi, mbaroi historia. Përderisa është çështje që ka hapësirë hulumtimi, diskutimi, or ti thua atij tjetër, pa i ndjek hoxhën e vet, imamin e vet, dietarin e vet, thotë jo vëlla, unë do të eci kështu. Nuk e bën dot bidatçi. Për këtë arsye kur e pyetën Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, në çfarë, cilat janë pikat kryesore me të cilat një njeri meriton të quhet bidatçi, ose kur quhet si njeri ka bërë bidat të rënd, pra që meriton me majt qëndrim edhe me diskutu këtë tematik, ka thënë nëse njeriu bie në bidatin e rafidhive, shiave të cilët bëjnë qafira sahabët, thonë Kurani ka probleme, etj. Ose nëse personi bie në problemin e xhawarixhëve, çan xhawarixhët, ata që i bëjnë muslimanët qafira. Nëse njeriu bie në problemin e murxhive, ata që thonë mjafton ta kesh në zemër edhe po s'bën asnjë gjë në rregull. Kush bie tha në bidatin e kaderive dhe xhebrive. Ata të cilët thonë janë dy grupe përballë njëra tjetrës, ata të cilët thonë dikush thotë njeriu s'ka gjë në dorë asnjë gjë, edhe është robot, vepron çfarë ka shkruajtur Zoti, e s'ka zgjedhje, s'ka vullnet. Dhe këta tjerë që thonë jo, njeriu e ka aq të lirë vullnetin, saqë edhe Zoti e mëson masi e bën njeriu. Dy grupe. Dhe xehmit ata që çdo gjë e filozofojnë, duke thënë jo po ka kuptim, duke i nxjerrë gjërat nga kuptimi origjinal që jep, domethënë, gjuha arabe në të cilën ka zbritur Kurani apo Suneti pejgamberit, duke mohuar cilësitë e Zotit, duke mohuar shumë gjëra që kanë bënë me botën tjetër etj. Këto me të vërtetë janë pika që janë problematike, ndërsa të tjerat janë të diskutueshme, edhe duhet me pas parasysh se në këto lloj tematikash nuk duhet të futet çdo kush. Çfarë ndodh? Nganjëherë duke u diskutuar këto tematika fillon edhe përçarja dhe armiqësia. Diskutimi i këtyre tematikave nuk duhet ta humbi vllazërinë, nuk duhet ta humbi dashninë mes njëri tjetrit. Se në fund fare, a besojmë në të njëjtin Zot, a besojmë në të njëjtin pejgamber, a i drejtohemi të njëjtës qabe, a lexojmë të njëjtin Kur'an? Debat do të ketë, vëllezër, sepse ky debat mbi disa tematika të caktuara që janë brenda kornizës, ku ka hapësirë, ky është një debat 10 shekullor, nuk e mbyllim ne dot sot në vitin 2025. As ka për të mbyll deri në ditë kiametit. Puna është se ne duhet të jemi të kujdesshëm. Dhe nuk duhet ndërhyjmë kurrë në niyetet e njerëzve. Jo po e bëjmë për kështu, jo po e bëjmë për kështu. E bëjmë se ashtu se janë kështu. Diskuto temën, diskuto çështjen
dhe mos u fut në zemra. Dhe këtu më vjen në mend një fjalë e bukur Ibn Taymiyes në librin e tij Iqtidas Sirat Mustaqim, kur flet për mevludin, normalisht që ai është në atë mendim që bërja me mevlud është bidat e tjetër. Po çfarë thot në rrjeshta? Dhe ka njerëz thot që e bëjnë. E Zoti do t'i shpërblej për shkak të njetit të tyre të mirë që kanë pas. Po mirë të ja thuash bidat. Pse? Sepse nuk është çështje kjo, domethënë që është ndarë e qartë, diskutive, e nuk u mbyll në kohën e tij, e s'ka për të mbyll deri në ditë Kiametit, do të ketë debat. Po kjo s'do të thotë që ti të akuzosh dikë ti thosh ti je në xhenem se e bone, apo ti meriton të quhesh bidatçi sepse e bone, sepse në fund fare është një temë e cila ka pas edhe do të ketë diskutim. Edhe është si shembull për treguar se nuk bën që të flasim për nijetet e njerëzve, për zemrat e tyre nuk bën më fol. Po unë mendoj se kjo çështje është bidat. Jo, po njerëzit e bëjnë ka mbo prindrit tanë është trashëgu. Okej, Allahu ta lehtësoft. Zoti të ndihmoft. Sepse ne nuk jemi aq shumë sa që të përçahemi dhe të ndahemi. Dhe kemi shumë gjëra më të mëdha që neve na unifikojnë edhe na bashkojnë me njëri tjetrin. Lut Zotin e Madh që të na bëjë neve për atyre që ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo detaj të jetës, dhe të na bëjë për atyre njerëzve që s'kan turp, nëse pyeten ku e ke argumentin, të përgjigjen dhe thon argumenti është ky. Ka thënë Zoti xhella xhelalu në Kur'an se Allahu do t'i thot pejgamberëve, do t'i thot njerëzve ditën e Kiametit, madha ajabtumul mursalin, si i jeni përgjigjur profetëve dhe pejgamberëve. Lut Zotin e Madh që të jemi në sunetin e pejgamberit sa të jemi gjallë, sa të frymojmë në mënyrë që ditën e Kiametit të jemi nën flamurin e tij dhe të jemi të ndërmjetësuar prej tij te Allahu Zoti i gjithësisë. Amin. Vëllezër dhe motra, Irbad ibn Sarje, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhisalatu sallam, tregon një nga, le të themi, ligjëratat pothuajse të fundit, fjalimet e fundit të pejgamberit alayhisalatu sallam. I ka marrë pejgamberi sa një ditë sahabët gjatë në xhami. Nuk ka qenë traditë në pejgamberit alayhis salam që të fliste shumë gjatë apo të lodhte njerëzit. Po atë ditë ka fol gjatë. Njëri prej sahabëve ja bëri me shenjë, i tha po. Tha pejgamberi i Zotit, po më duket sikur po na lën amanetet e fundit. Prandaj na thuaj diçka që ta majmë mend. Pejgamberi alayhisalatu sallam tha, përmbajuni kësaj që po ju lej unë. Përmbajuni asaj që do të bëjnë khalifet mbas meje. Se bota do të jeta ose një jetë do të përballeni me shumë sprova. E nëse doni më shpëtu, përmbajuni sunetit tim, sunetit 4 khalifeve që do të vinë mbas meje, mbahuni me to fort, si njeriu që do të shpëtohet nëpërmjet litarit duke shtrënguar me dhëmb, se sa jesat janë bidate, bidatet janë humbje, edhe dihet se ku e çojnë humbjet njeriu. Prandaj të mundohemi të lidhemi, të afrohemi me njerëzit e dijes, me hoxhallarët. Për çdo gjë le të pyesim. Nuk është në turp ai që pyet. 2 veta, tha Imam Aliu, nuk e marrin dijen kurrë. 2 veta. 2 kategori njerëzish pra. Mendje e madhe dhe ai që ka turp. Ti përderisa je bërë musliman, ka hikmen e madhësia inshallah taala, se nuk logjikohet se ti je musliman dhe mendje e madhe. Tani mbetet puna e turpit. Njeriu nuk duhet të ketë turp që pyet për fenë e tij. Nga njerë në qeshi me pyetje që na bëhen për shembull për ca bidate, sa jesa, besytni, që vetë vërtet, domethënë, habitesh, po njerëzit nuk dinë. Dhe Zoti shpërbleft që pyesin. Dhe ne u japim përgjigje në herë edhe me shaka për të amëlsu muhabetin dhe për ta bërë më përtypshme përgjigjen. Po njeriu duhet pyesi. Dhe në momentin që pyet,
tek një njeri që ti beson në dijen e tij, në devotshmërinë e tij, nuk ka nevojë më të pyesësh të tjerë, nuk ka nevojë më të shohësh të tjerë. Ti mund të gjosh për kuriozitet, për dije, për zgjerim horizonti, sepse nuk është fusha jote. Përveç se nëse ti përkushtohesh studimit shkencor të Islamit, është çështje tjetër pastaj. Mirë, nëse ti ke një profesion, një punë, atëherë ti nuk ke kohë të ndjekësh çdo detaj gjëra që ti të arrish të dalësh në përfundim për çdo gjë. Kështu që rrit te hoxha jot që ti i beson, merr fen prej tij, edhe mosu, si thot populli, mosu hallakat shumë. Pse e them këtë? E them këtë se njerëzit sot përballë sajesave në fe dhe në besim janë ndarë 3 grupe. Një grup që është ekstrem në shtrëngim, një grup tjetër që e ka liru fare, dhe një grup që lusim Zotin të jemi aty tek e mesmja, e shtrëngojnë ku ka argument, e lirojnë ku ka argument. Nuk ecin me dëshirat e tyre. A keni pa një kategori njerëzish, cilët nuk u shqetësohet shpirti vetëm se kur ngjojnë bidatçi, filan hoxh, bidatçi, vetëm fjala bidatçi ata i qetëson. Grupi i harkistave, ata të cilët vetëm flasin kundër hoxhallarëve. Nuk ka lënë hoxh pa e njollos. Edhe ata mas veti, se së fillim fillojnë si grup, pastaj fillojnë për njëri tjetrin. Edhe bëhen lesh e li. Kemi pjesë tjetër, cilët nuk e njohin fare termin. A kush e bën? S'ka gjë. Po kush e bën këtë? S'ka gjë, ose ka ca që e bëjnë. Nuk ka gjë, gjithë në rregull janë. Mëse s'ka gjë se gjithë në rregull janë. A janë muslimanë vëlla, por nuk ka gjë, përderisa e bëjnë, nuk ka problem. Jo vëlla, nuk është kështu kjo punë. E vërteta është, ne duhet të ecim me argumentet. Larg shtrëngimit idiotesk të harkistave, që i thon vetes grupi Hakut, i thon vetë, ata faktikisht janë grupi Harkut, edhe larg këtyre tjerëve që filtrat i janë prish, filtrat ju kanë humbur filtrat me kohë, edhe s'ka gjë. Po kështu, edhe s'ka gjë. Po kështu s'ka gjë, nuk ka problem, nuk ka përderisa jo më vëlla, ne duhet të jemi tek argumenti. Dhe duhet ndjekim argumentin. Dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm, shumë të edukuar, që mos na çojë mbajtja jonë të e vërteta dhe tek argumenti në përçarje apo në armiqësi. Diskutojmë brenda nesh, jemi vëllezër prap, jemi shok prap, kemi një mision të përbashkët dhe mendimi ndryshe nuk duhet na çojë neve në konflikt apo në debate të cilat ai që është jashtë nesh thon po këto ç'patën më vëlla. Ndërkohë që hapësira e mendimit është e lirë që njeriu të mendojë, diskutojë, të flasi e kështu me radhë. Lut Zotin e Madh që të na fali edhe të na mëshirojë dhe të na bëjë për atyre njerëzve të cilët ecin për çdo detaj në jetën e tyre me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse ndoshta kohët janë të vështira, po Zoti i Madh, Allahu xhalla xhelaluhu i jep bekim në momentin që ne mundohemi të ecim dhe të ringjallim sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vi një kohë që ai që i përmbahet rrugës time do ta ketë shpërblimin sa 50. Thanë ata sa 50 prej tyre, jo tha, sa 50 nga shokët e mi. Ata që i përmbahen sunetit. Në kohët kur njerëzit nuk njohin më terma të tillë, po ecin me masivitetin dhe me turmat, ne nuk duhet të jemi njerëz që ndjekim turmat, po ne duhet të jemi ata të cilët i orientojmë turmat. Zoti na bëft prej tyre, e Zoti na përmirësoft për gabimet dhe tmetat që kemi, e Zoti mos na ndroft, po na përmirësoft. Amin.